Ajo që dikur u hodh poshtë po analizohet sërish. Në një tryezë të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, u rihap debati për projektin amerikan të gazit të lëngshëm natyror, të cilin qeveria Kosovës e kishte refuzuar 5 vjet më parë. Sipas kryetarit të OEA-s, autoritetet kosovare se pranuan projektin që në fazën e parë të tij. Vitin 2021 arsyetimet madje shkonin deri në atë pikë që nuk po bëj fjalë për gaz amerikan. Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë Republikës Kosovës po thoshte që bëhet fjalë për gaz që vjen nga Azerbajxhani edhe nga Rusia, prandaj i konsideronte si, po e citoj, budallëk. Sipas ekspertëve, projekti do t'i mundsonte Kosovës të ulte varësinë nga ligniti, duke krijuar një tranzicion më të sigurt drejt burimeve të tjera të energjisë. Ka pas qëllimin e diversifikimit, kryesisht sepse jemi shtet i cili nuk është se dim se si është ky rrugtimi jon i dekarbonizimit. Ne mendojmë ka 95% kalojmë dhe të ka përcejmë më një herë në energji të ripërtërishme, e cila përmban strategjia jon, por praktika e këtyre 5-6 viteve ka treguar që është gati se e pamundshme. Edhe ekonomisti Dardan Sejdiu vlerësoi se gazi natyror do të shërbente drejt zhvillimit ekonomik dhe industrial të vendit. Kur flasim për gazin, e para që duhet me folë është interkoneksioni, pra infrastruktura. Me pastaj se si e zhvillojmë atë infrastrukturën varet edhe prej një ambicjes edhe idesë zhvillimore që e kemi. Çfarë lloj industrie, në cilat sektor, çfarë lloj energjie, ku eksportojmë, se ne ballafaqohemi edhe me një problem shtesë që e kemi një Schengen gjelbërt. Nga pjesëmarrësit u theksua se mundësitë të tilla nuk duhet të anashkalohen, pasi do ndikonin në rritjen e sigurisë energjetike dhe do ta zvoglonin varësinë e Kosovës nga importi i saj.